Zbardhet skema si u tentua të vidhen të dhënat bankare të shqiptarëve me mesazhe. Autoriteti kombëtar për sigurinë kibernetike ka ndërmarrë menjëherë masa për të bllokuar një skemë mashtruese që synonte vjedhjen e të dhënave bankare përmes mesazheve të reme që vinin në emër të postës shqiptare, sipas AKSK-s. Domeni i dyshuar është raportuar dhe i është dërguar për bllokim pranë Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare AKEP. Fushata mashtruese përbën një tjetër përpjekje për të vjedhur të dhënat e kartave të kreditit në mënyrë të ngjashme me rastet e mëparshme që janë shënuar në vend. Njoftimi i Autoritetit për Sigurinë Kibernetike. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike ka ndërmarrë menjëherë të gjitha masat për të bllokuar një skemë mashtruese që synonte vjedhjen e të dhënave bankare përmes mesazheve të reme në emër të postës shqiptare. Domeni i rrezikshëm është raportuar dhe dërguar për bllokim në AKEP. Kjo fushat nuk ka lidhje me një aktor të sponsorizuar specifik, por është një tjetër përpjekje për të vjedhur të dhënat e kartave të kreditit, njësoj si rastet e mëparshme që janë hasur nga imitues të postës shqiptare. Kujdes, mos jepni në asnjë rast të dhënat tuaja bankare apo të kartës përmes formave të dyshimta. AKSK vijon monitorimin dhe bashkëpunimin e ngushtë me institucionet përgjegjëse për të parandaluar çdo përpjekje për mashtrimin digjital.